Përorohet Xhamia e Plumbit në Shkodër, xhamia e cila është një ndër 50 monumentet më të bukura të botës dhe është xhamia më e madhe e stilit Osman, që ruhet në Shqipëri me ndërthurjen edhe të arkitekturave të tjera. Xhamia e Plumbit është një monument kulture i kategorisë së parë në Shkodër. Xhamia Mehmet Pash Bushatit ose Xhamia e Plumbit u ndërtua në vitin 1773 nga Mehmet Pash Bushati, themeluesi i familjes së njohur të Bushatlinjeve të Shkodrës. Kjo xhami është një nga ndërtesat më të vjetra të Shkodrës dhe xhamia më e madhe dhe më e bukur e Shqipërisë deri në gjysmën e parë të shekullit 20, periudhë në të cilën filluan të ndërtohen xhami të dimensioneve të mëdha. Xhamia ka qenë e veshur me plumb dhe nga kjo u quajt Xhamia e Plumbit, e me këtë emër njihet edhe sot. Në ceremoninë e perorimit të xhamisë në praninë e kryetarit të Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, ambasadori të Turqisë në Tiranë dhe myftiu të Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, një projekt si ky është cilësuar si ringjallje e njërit prej monumenteve më të çmuara mbi 250 vjet e vjetër, një ëndër që bëhet realitet. Me këto fjalë e ka përkufizuar inaugurimin e xhamisë së Plumbit myftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Ky objekt kulti është inauguruar gjatë ditës së njëjtë me prezencën e personaliteteve dhe ambasadorit turk në Tiranë. Xhamia e Plumbit është një nga monumentet më të rëndësishme të arkitekturës osmane në Shqipëri, e ndodhur pranë hyrjes së kalas së Rozafës. Kjo xhami është simbol i identitetit kulturor të Shkodrës. Pas dëmeve të përsëritura nga përmbytjet dhe koha, ajo u restaurua fal bashkëpunimit të qeverisë turke dhe qeverisë shqiptare dhe sot qëndron më e bukur se kurrë, si një dëshmi e gjallë e trashëgimisë kulturore dhe rezistencës së Shkodrës përballë kohës.